Buta dhe Mosi janë të shku kokë më kokë për rundin e dytë të luftës, ose të paktën qashtu po doket. Çka ka ndodhur? Pas lancimit të albumit të ri të Butës vjeç dimër 25, është bo e ditën që Buta i ka publiku 62 këngë veç në vitin 2025. Mosi ka reagu me qëtë postim në Instagram, ka thonë 62 këngë në vit, po asnjënën hit. Okej, edhe parimon, nice po t'inglan. Nonën tjetër, çka ka ndodhur? Buta është kundërpërgjigj me njerë, ka qenë çështje minutash, kundërpërgjigjja e tij, po ashtu përmes Instastorit ku ka shkruajt Klauti ose Klauti që i bjen vëmendja është i tmerrshëm. Tash, çka menojën? Në albumin e ri të Butës krejt temat edhe problemet rreth jetës private i ka adresu përveç luftës mirë dokumentume me Mosin ose të paktën jo direkt sa kisha prit edhe ekuivalent me seriozitetin e narrativës që e kanë pas këta dy, që e kanë ndërtu këta dy në fakt. Te Fuck You Money në fakt është një adresim potencial ku thot s'hupi kohë me cekla, pe dini, mos della mos cekla, i thot te freestylit e meriton mjeki që ti e peshe vogël jetu shty me heavyweighta. Pe dini, freestylin, që kjo është pseudonimi që ja ka vendos në qatë freestyle Mosit Buta, çka thot këto, thot s'hupi kohë me cekla t'u jep, jo t'u jep, po jeping. I hupi ftyra kur m'pa u zverdh, bëj ke bete djali vet, dyt e dyshëm ajo të rajt. Tash këto Buta po a lëdon që është taku me Mosin edhe somehow Mosi ka përfundu të i kërku falje edhe të bo ben djallët vet, I guess. Sipas narrativës të Butës, sipas anës të Butës stories. Tash çka menoj personalisht? Menoj që Mosi duhet me lanë me flejt këtë punë, pasi veç e ka marrë një W, e cila ka qenë gjërësisht në publik e dëshmume, cila është pojenta me vazhdu një luftë ose betejë të fitume. Unë prap nuk menoj që e ka dëmtu necurinë e gjatë Butën, pasi statusi i tij ka meti pa lëkundër, mirë po pa dyshim e ka pas impaktin e vet kë bif në ngritjen e Mosit. Kjo kallzon ma shumë edhe për Butën, edhe për statusin e tij. E tashti gjithmonë qasja e Butës ko me qenë që kjo. Ti ki nevoj për clout, u kry kjo varpune, ti ki nevoj për vëmendje edhe për e lyp prej meje, që është Big Bro Talk. Do me thonë, me ne aspekt, është to e Big Bro Buta me qasjen e tij, demek ti je pak ma poshtë, tash ki nevoj për vëmendje dhe ki mu kap me ma të fortin, që kjo është qasja që zakonisht e kanë njerëzit që kanë mas shumë të vëmendje në industri, gjithmonë ai që është ma underdog që llogaritet, gjithmonë ka me kqyr me marrë një cobs t'ati nalt, edhe mas ne ko me u kriju që kjo back and forth, ai ko me thonë, ky ko me mojt përgjes për përmbajtje, edhe për njollat në karrierën e tij, ai nalt, ko me thonë, hej, ti ki nevoj për vëmendje, për që ata jetu u marrë me mu. Mos harroni, unë jam Brim Pacolli te Boxhegu Brothers, i cili është sponsori jam general, siguroni me i vizitu, me i gjetë ofertat ma të mira rreth patundshmërive.